Këtu është horoskopi i diel 9 mars 2025. Mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Njoftime. Nëse ka pasur një ndarje, kthehuni në lojë. Demi. Ditë kritike, shtyni çdo lloj përfshirjeje, veçanërisht sentimentale. Është e nevojshme të rikuperoni energji. Binjaket. Ju keni aftësinë për të reaguar ndaj atyre që duan t'ju izolojnë. Duhet të kthej faqen në çështjet e zemrës, dikush mund t'ju ndihmojë. Gaforja. Konkurenca mund të jetë raskapitse, por ju duhet për të jetuar. Një mesazh i veçantë do të vijë. Luani. Menaxhimi i jetës tuaj duhet të jetë më i organizuar, përndryshe rrezikoni të humbni kohë për asgjë. Të ardhurat të papritura do të vinë. Virgjeresha. Për ata që janë zvarritur prej disa kohësh një histori dashurie, ka ardhur koha të përcaktohen, të sqarohen. Kini kujdes nga vullneti juaj i mirë, dikush mund të trajtohet me keqdashje. Peshorja. Zemra juaj është më e qetë se sa ishte pak më parë. Sot jeni në shërim. Akrepi. Erdhi koha për të bërë të ndjeheni. Për dashurinë thjesht duhet të pyesni, gjithçka kthehet pozitive dhe është më e lehtë të shpjegoni arsyet tuaja. Shigjetari. Mendërisht duhet të shmangni çdo lloj mbingarkese. Shtyni takimet deri nesër. Britsjapi. Sot ju kërkoj të jeni të kujdesshëm në dashuri. Kujdes nga paratë. Shpenzime të tepërta ose të paplanifikuara, një ditë që vjen me disa dyshime. Ujori. Ka akoma mosmarrëveshje ose kujtime të vogla që duhet të fshihen plotësisht. Mos u dorëzoni në provokime dhe përpiquni të endeni në mendje, nervozizëm. Peshqit. Ka raste kur horoskopi është i rëndësishëm dhe ju duhet t'i luani të gjitha. Në marrëdhëniet familjare dhe ndërpersonale ju numëroni më shumë, mund të merrni më shumë pëlqime, takime të preferuara. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.